Këto pamje që na u vu në dispozicion nga qytetarët të zonës janë filmuar në vend grumbullimin abuziv të mbetjeve të Shijakut pranë fshatit Hardhisht, situatë thuajse apokaliptike e parashikuar prej disa javësh nga ne. Por përpara se t'ju tregojmë për këtë masakër mjedisore, ju rikthejmë pak në vëmendje se çfarë ka ndodhur në bashkinë Shijak dhe si arriti puna deri në djegjen e mbeturinave atje. Në muajin prill ishim në zonën e Hardhishtës, ku dokumentuam se si prej një kohe të gjatë ai territori shërbente si vend grumbullim mbetjesh për të gjithë qytetin, pas një dokumentacion, pas një studim, pas një miratim nga instancat përgjegjëse, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët dhe duke dëmtuar rënd mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve. Treguam se mjetet e firmës AMR kontraktuar nga Bashkia e Shijakut me miliona euro nga taksat e qytetarëve në pamundësi të një landfilli të ligjshëm, mbeturinat e qytetit dhe fshatrave i shkarkonin aty, madje edhe mbeturinat të privatëve kundrejt pagesës dorazi. Por për çudi të gjitha faktet që ne transmetuam për kryetarin e Bashkisë Shijak ishin gënjeshtra. Jo, nuk është në fshatin Hardhisht, sepse në fshatin Hardhisht nuk ka një vend të tillë. Unë nuk gënjej kurrë. Bashkia e Shijakut bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit shkojnë në landfillin e Sharrës se e keni çën në tender. Dhe sigurisht që kryetari jo vetëm që nuk mori përgjegjësitë që i takonin, por na gënjeu me dokumenta. Pasi në përgjigjen që mban datën 17 prill 2025, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara për depozitim të mbetjeve në landfillin e Sharrës na informoi se nuk kishte ndonjë kontratë apo marrëveshje me Bashkinë Shijak për depozitim të mbetjeve urbane, dhe ndërsa në vend grumbullimin e plerave pranë fshatit Hardhisht vijonte me intensitet puna për mbushjen e asaj hapësire, pa kursyer edhe rezervatet e ujit që përdoren për tokat bujqësore, situata paraqitej shqetësuese edhe në rrugët e qytetit apo rrethinave, trotuare të pushtuar nga mbetjet, varreza të papastra, zona pranë qendrave të banuara pa asnjë kusht higjenik, pa kazana mbeturinash. Gati të bindur që pas denoncimit ton, Bashkia e Shijakut do të ndërhynte me urgjencë për të bërë diçka, u rikthyem sërish disa ditë më vonë si në vend grumbullimin e Hardhishtës, ashtu edhe në rrugët e qytetit, por ishim gabuar sepse asnjë mas nuk ishte marrë. Prandaj menduam të zhvillonim një tjetër takim me zotin Arbana. Fati e deshi që ta gjenim në sheshin e Fushkrujës në mbyllje të fushatës elektorale të Partisë Socialiste, ku kishte shkuar me një cilësi të veçantë. Ka marrë për prezencë. Përtej prezencës, ajo që na interesonte ishte zgjidhja e problemit në një qytet të mbytur nga mbeturinat, dhe këtu kryetari na gënjeu sërish sy më sy, duke u shprehur i bindur se zona ishte pastruar. Ndaj edhe ne vijuam me hapat e radhës, duke i dërguar një shkresë zyrtare Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për të kuptuar më shumë rreth informacioneve që ky institucion kishte për situatën, ndërsa i vendosëm në dispozicion gjithë faktet dhe materialet e grumbulluara. Në përgjigjen që mban datën 27 maj 2025, na informojnë se në komunikimin zyrtar që kanë patur me drejtorinë rajonale të IKMT-s në Durrës, u mësua se kjo e fundit për gjatë muajve mars dhe prill ka dërguar shkresa informuese në Bashkinë Shijak mbi konstatimin e kryer në terren nga ana e tyre lidhur me keqmenaxhimin e mbetjeve. Por edhe këtu zoti Arbana e kishte përgjigjen gati. Sipas tij, institucioni që ai drejton ka asur ngërç burokratik në marrëdhënie me landfillin e Sharrës. Këtu në fakt kemi dy përgjigje diametralisht të kundërta. Pasi ne na tha që gjithçka është okay dhe mbeturinat depozitohen në Sharr, ndërkohë që në përgjigjen zyrtare të IKMT-s ai flet për një ngërç. Ndërkohë pak më herët në datë 20 maj, Drejtoria e Mjedisit dhe Ujrave në IKMT ndërmori një inspektim në terren ku konstatoi shkeljen e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe për këtë shkelje u dha urdhër për marrjen e masave urgjente për rehabilitimin dhe pastrimin e vend grumbullimit të mbetjeve në Hardhisht dhe zonave të ndotura në rrugët e qytetit. Vetëm kaq, asgjë më shumë. Një përkëdhelje tipike mes pushtetarësh. Por të paktën a lëvizin do pak Bashkia e Shijakut për të plotësuar në kohë detyrat e lëna nga IKMT-ja? Ndoshta po, sepse një javë pas inspektimit në përgjigjen e IKMT-s na u tha se kjo bashki kishte filluar nga puna në terren me intensitet të kënaqshëm, madje duke bërë raportime të përditshme për sukseset e pastrimit të qytetit, ndërsa vetë këto suksese verifikohen në terren edhe nga trupa inspektuese, ndërkohë që i gjithë institucioni është në mbikëqyrje të vazhdueshme të situatës. Një goxha sukses në fakt. Këto pamje të landfillit abuziv të Hardhishtës i përkasin natës mes 30 dhe 31 maj 2025 dhe një ditë më pas ne u rikthyem sërish atje. Ta kanë bërë mirë se na kanë thomos gjithë natën me ert mirë. More ku je më natë. More ku je. Gjithë natën na myti temi valla, më son drejt nuk rri. Son mbulu gjithë zona kret nuk duket fare, tamam si mjek. Nuk ka bava kini herë. Ma keq ka shkoj me dorë me penxhere me. Shumë keq. Pali çfarë ata si ligjen? Kiamet.
më ka mulu gjithë zonën këti, s'bon të lafa, të merë ka që. Më roma dhe së të mes. Që atë e kumë shpinë nësë në hapëshim derat, mosh më tim, e rekeqa. Ditë më shuar, më thonë drejtë balaj, se dërë merë në keqë fare, në merët frema. Ma keqë mos ka si të bo. Banorët janë të revoltuar, ndërkohë që në çdo shtëpi dyere dritare që ndrojnë të mbytura. E shtun 31 maj 2025, ora shënon 8:50 minuta. Kemi ardhur për të vërtetuar dhe dokumentuar masakrën mjedisore që ka nisur të bëjë Bashkia e Shijakut. Të gjitha pamjet që transmetuam janë pamjet e mbrëmjes së djeshme 30 maj 2025. Pak metra më tutje, tymi duket ende. Bashkia e Shijakut me sa duhet ka menduar që problematikën e mbetjeve të qytetit ta zgjidh në këtë mënyrë, duke djegur mbeturinat dhe duke helmuar të gjithë banorët e zonës. Me njëherë pas nesh, një fadrom dhe një zjarë fikse mbëri në zonë, duket që flakët ka ndalë jashtë kontrollit. Teksa afrohemi për te vatrat e zjarit, dallojmë qartë që situata e mbeturinave nuk është përmirësuar, përkundrazi grumbujt e tyre janë shtuar edhe më. Edhe në ujë, situata mbetet po e njëjtë. Asnjë mas për heqjen e mbeturinave dhe trajtimin e kësaj pjese, e këtij ujë që shërben për tokat bujqësore të gjithë banorëve të zonës. Çfarë po i bëhet këtij territori nga vetë ata që kanë përgjegjësinë për ta ruajtur është kriminale. Zjarri i mbeturinave veç kalamishteve aty pranë nuk ka kursyer as gjallësat që janë në habitatin e tyre. Këtu ka nisur e gjithë djegja e mbeturinave. Kjo është pjesa e parë ku Bashkia ka ndërmarrë këtë mas, djegjen e mbeturinave. Kështu e ka menduar. Një zgjidhje për Bashkinë, e cila do të jetë e mirë, do të zhduk mbeturinat, do të dërgojnë raporte pranë IKMT-s apo institucioneve përgjegjëse që kemi marrë masa dhe tani nuk kemi më mbeturina. Kështu duket se ka qenë idea fillestare, por gjërat janë koklavitur rrugës, sepse zjarri ka dalë jashtë kontrollit duke rrezikuar tokat aty pranë. Prandaj është dashur edhe ardhja e zjarfikses. Perimetri që është përfshirë nga flakët është i madh, nga njëra anë aplikohet procesi i kapsulimit, hedhja e dheut për të mbytur flakët, ndërsa nga ana tjetër efektivët bëjnë ç'të munden me vetëm një zorr uji, ndërsa tymi sa vjen dhe bëhet më i dendur, duke mbuluar sërish të gjithë zonën përreth. Kjo është situata. Në vend grumbullimin e mbetjeve të Hardhishtës, këtu ku kryetari i Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana, disa ditë më parë i pashqetësuar fare tha: Jo, nuk është në fshatin Ardhisht, sepse në fshatin Ardhisht nuk ka një vend të tillë. Nuk gënjej kur Bashkia e Shijakut bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit shkojnë në landfillin e Sharrës. Duket në fakt. Minutat kalojnë dhe situata nuk përmirësohet, flakët janë aktive dhe tymi vijon të mbuloj zonën. Anës rezervatit e skavatori gëryen tokën, kamionët mbushen me dhe të njom për ta hedhur më pas mbi mbetje, edhe fadroma bën të njëjtën gjë duke gëryer terrenin. Në disa grumbuj plerash, flakët janë ende aktive, ndërsa efektivët ndalojnë punën pas shumë minutave luftë me vatrën më të rrezikshme të zjarrit. Puna ka ndaluar për shkak të mungesës së ujit apo jeni duke menduar ku do e shfrytëzoni? Po presim luftojmë. Në fakt, pritja po bëhet për shkak të mungesës së ujit dhe planifikimit jo të mirë të punës në terren, që në krye të herës, duke kursyer mjetet zjarfikse. Por më në fund, pas shumë minuta shpritjen, një tjetër mjet vjen për mbështetje dhe efektivët nisën nga puna për të shuar zjarrin që tashmë është shtrirë përtej zonës së mbetjeve, ndërkohë që në krahun e majt vijon metoda e kapsulimit për të vënë në kontroll flakët. Gjatë minutave që ishim prezent në vend grumbullimin e mbetjeve në Ardhisht, veç punojësve të bashkisë dhe firmës së kontraktuar për pastrimin e qytetit, si dhe zjarfiksve, nuk u paraqit asnjë përfaqësues i IKMT-s për të bërë vëzhgim në terren, apo punonjës të policisë dhe prokurorisë për të mbajtur proces verbal lidhur me situatën. Ishim vetëm ne, armiq sabotator të kryetarit. Dhe nuk zgjati shumë që ai të krijonte skenarin e radhës me armiq të brendshëm dhe të jashtëm. Pas kanë bodë sot, sinqerisht, është e turshme sinqerisht, se krimi është më i avancuar se antikrimi, është e turshme sinqerisht. Edhe një herë, në vend të marrjes së përgjegjësive, kryetari i bashkisë lejon shkatrimin e mjedisit në qytetin e tij, por veç krimit të djegjes së mbeturinave pas një miratim, kontroll apo bazë ligjore, bën një tjetër gabim duke fshehur të parin dhe duke shpikur sabotator, që pa dyshim vijnë nga partitë kundërshtare. Përtej kësaj çmendurie me armiq imagjinar, mendojmë se disa pyetjeve i duhen dhënë përgjigje. Si mundet një kryetar bashkie
shije të dalë në konkluzione dhe ekspertizë të shkaqeve të zjarrit vetëm pak orë nga nisja e tij, ndërkohë që në terren veç zjarrfiksëve nuk kishte prezencë të asnjë institucioni përgjegjës për hetimin e shkaqeve. Prandaj, ndërkohë që ai inkurajon policinë të bëjë identifikimin e autorëve dhe vendosjen e tyre përpara ligjit, sikur ta ketë ditur se cilët janë ata, ne e inkurajojmë policinë që të mos bëhet palë me shkelësit e ligjit, por të marrë masa ndaj përgjegjësve real të kësaj situate. Sepse në fakt kujt tjetër veç bashkisë që nuk ka vend alternativ për të hedhur mbetjet, ndërkohë që janë lënë një mal me detyra për të përmbushur, do t'i interesonte që t'i shfaroste në një kohë kaq të shkurtër siç është djegja e tyre. A ka ardhur kryetari bashkisë? Ndodhet këtu? Jo. Ora shënon 9:23 minuta. Kryetari bashkisë nuk është në godin. Megjithatë do përpiqemi ta telefonojmë. Në këto kushte detyrohemi ta presim zotin Arbana përpara hyrjes së institucionit, mes morisë së njerëzve që hyjnë e dalin në një ditë të zakonshme pune. Dhe kur e kishim humbur shpresën thuajse tërësisht për ta takuar, bingo! Një Range Rover Sport ngjyrë zezë me targa prove shfaqet përpara nesh dhe shoferi, e kush mund të ishte tjetër veç qytetarit të parë të Shijakut, i cili nuk ndalon as pak, por vazhdon rrugën, me sa duket për të testuar makinën e tij të re. Kjo xhiro rrugëve të Shijakut zgjati për rreth 10 minuta, deri kur më në fund kryetari u bind se makina është e duhura dhe i shkon në formatit të tij. Na bëre xhiro në për Shijak. Do vish na japësh një përgjigje për atë që po ndodh në Ardhisht? Maritona së nuk është më nga ana ime, sa më tepër që nuk i as lurar, as gjë dhe po më përgjigni. Jo, as pak. Po përgjigni. Ju e dini kush jemi ne, nëse jemi as kriminal, as... Po bëni përgjigje. Ne donim një reagim, ju na shmangët, çfarë kaluat afër nesh, Irat Boris, ishit korrekt, ishit ndaluar. Madje ju jeni treguar jo korrekt me mua, sepse... Nuk meritoni asnjë përgjigje më nga unë. A mendoni që duhet kërkosh një falje publike që ke gënjur për kontratën të Landfilli Sharrës se në 6 maj e keni bërë? Duhet ju sqarojmë se kontrata mes Landfillit të Sharrës dhe firmës së kontraktuar për pastrimin e qytetit është nënshkruar më datë 6 maj, plot 3 javë pas takimit ton të parë. Nuk meritoni asnjë përgjigje nga ana ime. A tha që do kërkoj falje publike? Nuk kam gënjur asnjëri dhe nuk meritoni asnjë përgjigje. Kur ç'a vuri shkrepsën Hardhishtës? Do ta gjej policia atë gjë. Po mirë, ju si e dini se ju reaguat pak orë pas ishte zjarri, si e dini që e ka vendos dikush? Shihet që zoti Arbana është tepër i zemëruar me ne. Arsyeja? I kemi thënë publikut disa gjëra që për të do t'ishin më mirë të mbesnin brenda dyerve të bashkisë. Ti më premtove mua që do kërkosh falje publike nëse do vërtetonim që ishte gënjeshtër. Ju pres në shtëpi si person që të pres në shtëpi. Për sa i takon? Jo intervistë. Intervistë nuk meritoni asnjë përgjigje më nga ana ime. Çdo gjë zyrtare. Ambaruam. Më ço shkresë zyrtare dhe do të përgjigjem.